Jam në xhatin e Hotel Gjallicës në një pasditë janari. Mali Gjallica, simboli i qytetit të Kukësit, pasqyrohet në 500 metra katror panele fotovoltaike të sapo instaluara. Rubini dhe motra e Tibinjake Patiola, lindur e rritur në Kukës, janë fëmijët e pronarëve të Hotel Gjallicës. Ata më tregojnë se janë instaluar 178 panele që mbulojnë gati 99% të konsumit të energjisë së hotelit. I gjithë investimi ka kushtuar 68.000 euro. Kthen ato në alternative, duke çuar direkt tek OSHEA. Ky është bloku i siguresave ku ne kontrollojmë panelet. Gjithashtu ne kemi edhe një program në telefon ku kontrollojmë se sa energji është prodhuar gjatë gjithë ditës. Gjallica, dikur ishte hotel shtetëror i ndërtuar gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Kukësi kishte vetëm 2 hotele të tilla. Hotel Gjallica u privatizua në vitin 1992. Në vitin 1999, gjatë luftës në Kosovë, hoteli strehoi gazetar dhe zyrtar të ndihmës humanitare. Dhomat e vjetra të tipit komunist u rinovuan me shpresën se një ditë turistët mund të vizitojnë qytetin më verior të Shqipërisë. 20 vite më vonë, turizmi po lulëzon në Shqipëri, por Kukësin e kanë vizituar vetëm një pjesë e vogël e turistëve që kanë ardhur në vend. Sidoqoftë, Fatosi dhe Sabria po përgatiten dhe ndihen optimist. Vendosja e paneleve është një nismë e mbështetur nga Perspektiva të Reja, një projekt i financuar nga qeveria britanike. Projekti synon të forcojë ekonominë lokale, të nxjisë të rinjt shqiptar të qëndrojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në atë dhe. Kjo nismë mbështet zhvillimin shoqëror dhe ekonomik në Kukës, ndihmon rigjallërimin e zonës dhe krijon vende pune jo vetëm në turizëm, por edhe në ndërtim, shërbime dhe teknologji. Gjithashtu, ndihmon në sigurimin e energjisë së qëndrueshme në këtë zonë. Tarifa mesatare mujore e konsumit të energjisë për Hotel Gjallicën është reduktuar nga 3.000 euro në vetëm 52 euro. Parat e kursyeera do të investohen në modernizimin e restorantit të hotelit, i cili u rinovua për herë të fundit në vitin 1996. Punimet do të krijojnë vende pune në ndërtim dhe restoranti i ri do të ofrojë mundësi të qëndrueshme për komunitetet në zonë. Fatosi dhe Sabria ndihen krenar për qytetin e tyre, arritjet e tyre dhe veçanërisht për fëmijët e tyre, të cilët tani studiojnë ekonomi dhe informatikë në Tiranë. Ata shpresojnë që binjakët e tyre të qëndrojnë në Kukës dhe të zhvillojnë më tej biznesin e tyre. Ky është edhe qëllimi i projektit Perspektiva të Reja gjithashtu. Nisma të tilla përputhen me aspiratat e projektit për ta bërë sipërmarrjen një forcë më të fuqishme se emigracioni, duke treguar se suksesi dhe stabiliteti mund të arrihen në Shqipëri. Ekonomia e Shqipërisë pas vitit 1991 u fuqizua nga migracioni dhe sipërmarrja. Tani, e ardhmja e kombit duhet të mbështetet mbi sipërmarrjen.